Audio Jungle. Përshëndetje për krejt shikuesit e televizionit DTV Media e posaçërisht për shikuesit e emisionit Dita me ne jemi edhe sot së bashku me mua Diorën. E sot faktikisht do të trajtojmë një temë e cila kohëve të fundit është bërë goxha shqetësuese, ajo faktikisht është bullizmi të fëmijët, bullizmi në shkolla, në institucionet arsimore, në ambientet sportive, në ambientet publike, çfarë thot ligji dhe si mund t'i parandalojmë këto, do të flasim me avokatin Fitim Klinaku. Faleminderit zoti Fitim që ke pranuar faktikisht të jesh sot në studio dhe pak a shumë të nas shpalosë se çka thot edhe ligji aktual. Po falenderoj shumë për kohën. Faleminderit për ftesën. Pak a shumë përmend edhe se çfarë do të bisedojmë sot, çka do të shtjellojmë, po më mirë ndoshta mundesh edhe me na elaboru edhe jo vetë, sepse jeni pikërisht ekspert i kësaj fushe. Po dëshiroj me di se cilat do të ishin disa prej ligjeve aktuale që i kemi në Kosovë që faktikisht janë pikërisht për bullizmin ndaj fëmijëve. Po faleminderit. Fjala bullizëm nuk kupton shprehje mënyra arrogante ndaj personave të cilët konsiderohen se janë persona më të dobët të grupeve të caktuara, komuniteteve të caktuara apo rrethave të brenda të atyre që vetë ata jetojnë. Përveç bullizmit me shprehje, ofendime, sharjet, mund të jenë edhe bullizmi duke e kanosur, duke e krijuar pasiguri për jetën dhe trupin e tij, e deri tek bullizmi fizik kur janë edhe sulmi apo veprimet e tjera të cilat e godosin direkt integritetin trupor të njeriut. Legjislacioni në Kosovë si fenomen përkatësisht si procedurë ligjore nuk mund të zhvillohet nëse veprohen diçka në drejtim të bullizmit si kuptim të përgjithshëm për asaj që tha më herët. Mirë po, veprimet e individëve të caktuar momentale mund të konsiderohen dhe mund të zhvillohen procedura kundrejt tyre, varësisht për veprimit, ofendimit, shprehjes apo veprimit të cilin e bojnë. Më parim, si fenomen, unë kisha propozuar që të draftohet një ligj i ri, ku bullizmin e trajton si kundërvajtje që mos shkojmë njerë te amendamentimi përkatësisht draftimi i kodit penal që e parashes si vepër penale që mund të na krijojë implikime më të gjera, mirë po me u trajtu si kundërvajtje. Çfarë nuk kupton kjo me u trajtu si kundërvajtje? Këtë personat të cilët janë bullizues ndaj tjerëve mund të shqiptohet një gjobë administrative nga organet shtetërore, varësisht prej atyre që janë kujdestar të personave të caktuar të cilat kryejnë këto veprime. Po e zonë, sot është një fenomen shumë i rëndësishëm që duhet me u cek, që po ndodh bullizimi nëpër shkolla, në praktikën tonë, zyrën tonë kemi trajtuar raste kur si rezultat i bullizmit të vazhdueshëm dhe në mënyrë sistematike që është bë një të mituri ose të miture mos të apostrofojmë gjinin që të ruajmë konfidencialitetin e tij, është detyruar që ta ndrojë institucionin shkollor. Pra, jena të folur për një nivel bukur të lartë të këtij fenomeni dhe të bullizmit që mund t'ju shkaktohet personave të caktuar. Kur kemi të bëjmë të mitur në moshën 14 vjeçare, unë vlerësoj që ky fenomen është bukur i dëmshëm se mund të sjellë edhe pasoja të mëvonshme deri tek mosha e shtyr kur si rezultat i kësaj mund të krijojë çrregullime njerë momentale mandej edhe çrregullime në vazhdimsi. Kur e përmenda më herët si element i rëndësishëm në draftim të një ligji që e specifikon bullizmin si kundërvajtje, do të shqiptohet gjoba prindit i cili në kohën kur ai është kompetent për të kujdesur për fëmijën e tij, i bën këto veprime ndaj personave të tjerë, i shkakton këtë lloj veprimi të bullizimit, atëherë të gjobitet prindi, nëse bëhet brenda institucionit, nëse kujdestari është në dieni dhe nuk merr veprime të caktuara, të gjobitet kujdestari deri tek drejtori apo edhe institucionet e tjera relevante. Çka kishim rrinë me këtë ligj nëse kishim pas sot në terren? Ky ligj po besojmë që kish parandaluar që ky bullizim nëpër shkolla të parandalohet, që njerëzit të cilët i lëshojnë fjalë pa mot, ofendojnë, fyejnë, madje mund të shkojnë edhe deri tek ngacmimet apo në raste të caktuara edhe deri tek shtytja për vetvrasje, të jenë përgjegjës për gjitha veprimet që i bojnë se mund të penalizohen përkatësisht të gjobiten.
mos të presim që veprimet të caktuara përmes këtij fenomeni, që të presim që të bëhet një vepër penale, mandej të trajtojmë si vepër penale kanusje apo vepra tjera. Në këtë rast, çfarë dënime marrim, për shembull, nëse unë raportoj dhe denoncoj dikë që më ka bullizuar, domethënë rasti është si vepër penale, trajtohet si vepër penale. Kodi penal nuk e përcakton bullizmin si vepër penale hiç. Jo. Po veprimet të cilat bëhen specifike, po e zonë bullizimi ndaj personave të një grupi të caktuar ose komunitetit të caktuar, duke i thonë që unë ty komë të myt ose komë ndodh në diçka e keqe, një lloj kërcënimi, kjo determinon mandej veprën penale të kanusjes, edhe kanusja është vepër penale para me Kodin Penal të Republikës së Kosovës, edhe mandej zhvillohet procedura si vepër penale kanusjes, po jo edhe si vepër penale e bullizmit, ose vepra tjera që janë sulmet ose ngacmimi seksual, që Kodi Penal i ka përcaktuar si vepra penale. Mirë, po duhet të presim përkatësisht që të thot këto veprime, të bëj këto veprime në drejtim të viktimës, që të ndërmarrin veprime ligjore, përkatësisht veprime procedurale për të zhvilluar një procedurë penale kundrejt personave të cilat kryejnë këtë vepër penale. Po jo si term i përgjithshëm që me shku të policia, me u anku ose të zyra për mbrojtje të viktima, apo të zyrtarët të qendrës për punë sociale, me u anku që me thonë mujën të mbullizu edhe të e kriju ose të e shpërfaq këto sjellje kundrejt meje, nëse këto sjellje nuk kanë elemente të veprës penale, pra aso që ka përcaktuar Kodi Penal i Republikës së Kosovës, nuk mund të zhvillohet procedurë. Në raste të caktuara, faktikisht nuk trajtohet fare, a? Në rastet të caktuara, po elementet mbrana këtyre veprimeve i ka parapo diçka prej këtyre veprimeve ligji për parandalimin e dhunës dhe mbrojtjes në familje e 2022-s, ku përcakton shprehjet denigruese ndaj personave që janë në vijë familjare, përkatësisht raporte familjare që ai ligji ka specifikuar gjithë personat të cilët jetojnë mbrana një qatije, mbrana një ekonomie, kanë raport familjar mes bashkëshortëve, prindit, fëmijës e anasjelltas, gjyshit, gjyshes, qysh i ka përcaktuar ky ligj, shprehjet denigruese të cilat i kanë parapo ky ligj, janë shprehje që në kuptim kanë si për qëllim bullizimin e personave të caktuar, shprehje ofenduese e kështu me radhë, mund të zhvillohet një procedurë penale si dhunë në familje duke u lidh me ligjin për parandalimin dhe mbrojtja nga dhuna në familje, që mundesh me zhvillu procedurën penale si dhunë në familje, ato që ka përcaktuar Kodi Penal i Republikës së Kosovës, me elemente të këtyre shprehjeve që ka parapo ligje për mbrojtjen nga dhuna në familje. Pra, nuk mundemi që të zhvillojmë një procedurë të tillë në rast se relacionet janë mes të shokëve të klasës, sa ata nuk janë familjar dhe nuk i mbulon një kornizë ligjore, por nuk i kap ligji, po themi, a? Vetëm ata që janë anëtar të familjes këtë rast. Ky ligj rregullon, specifikon raportet familjare, që i ka specifikuar ligji në mënyrë taksative, cilat konsiderojmë sipas këtij ligji raport familjar. Ndërsa persona të tjerë që janë jashtë prej këtij relacioni nuk mund të zhvillohen procedura. Ato duhet me pritë që bëjmë veprime të caktuara që mund të zhvillojnë procedurën penale për ato që thash më herët se delikte përkatësisht veprime kundërligjshme ose vepra penale, apo në raste të caktuara ofendimet ose fyrjet, mund të zhvillohen procedura civile lidhur me kompenzimin e dëmit për dëmin që ka shkaktuar në bazë të ofendimit, ku ligji për parandalimin e ofendimit edhe shpifjeve e përcakton procedurën se si duhet të zhvillohet në raste kur je subjekt i një fyrje ose ofendimi, qoftë direkt, qoftë indirekt, ose përmes rrjeteve ose medias, ose pavarësisht prej mënyrës që ataku te apo e mira jote materiale. Po, zotë Vitem, deshta mund dalë paka shumë edhe tek një rast i cili ka bërbuj të madhe faktikisht edhe ditëve të fundit, i cili është pikërisht për futbollistin 15 vjeçar, i cili është sulmu, por është edhe bullizu faktikisht edhe ndoshta për shkak të përkatësisë së tij, edhe për shkak të komunitetit cilit i përket ai. Si e vlerësoni ndoshta çfarë duhet bëjnë qoftë edhe prindrit, qoftë edhe organet në këtë rast kompetente, sepse është edhe bullizëm, por është edhe dhunë ndaj një të mituri. Çfarë thot ligji? Çfarë shparashë ai? Ashtu që shqetësika dha më herët, veprimet të bullizmit mund shumë shpesh veprimet të caktuara të na qesin atë veprat penale që mund të përgjigjemi penalisht për to. Jo rastisht e thash që
Kodi penal ka përcaktuar një listë të veprimeve të kundërligjshme që përcaktohen si vepra penale në mënyrë taksative. Në rastin konkret, kur personat të cilët bullizojnë personin e caktuar përveç atij bullizimit psikologjik, shoqëror, social, kemi edhe bullizim fizik, ku përmes veprimeve të caktuara dëmtojnë integritetin trupor të personit. Momentin kur kryhet ky lloj bullizimi me sulm apo diçka e ngjashme apo kanosje, zhvillohet procedura kundër personave të veçantë të cilën e kanë bërë këtë veprim, se është e domosdoshme lidhja kauzale mes veprimit që e bën personi edhe pasojës që e ka shkaktuar tek viktima, të zhvillohet procedura penale lidhur me veprën penale të cilën ose elementet e veprës penale që mandej determinojnë veprën penale që ka kryer për me jap një dënim të merituar. Unë inkurajoj prind që vrejnë shenja të ndryshimit të sjelljes të fëmijët e tyre, që të konsultohen me organet gjyqëse, të konsultohen me psikologun, të konsultohen me psikiatrin, nëse ka një shkallë më të lartë të çrregullimit, me kujdestarin, me profesorin, me drejtorin e shkollës, me zyrtar tjerë të relevantë që në brenda institucioneve shkollore, që të parandalojmë këto fenomene se mund të paraqisin problemet për të ardhmen, për fëmijën, si më thonë, mund të sjellë një pasojë të parushme, nuk e di sa mund të kemi të drejtë me thonë, mirë po një pasojë këgja të rëndë. Ndoshta pyetja ime do të ishte sepse përmendëm 15 vjeçarin, i cili përket komunitetit Ashkali, a e përkeqëson ndoshta kjo edhe më shumë ndoshta dënimin e personit në fjalë, apo sepse situata është pak më delikate ndoshta edhe ndoshta me ditë edhe gjykimin tënd si avokat në këtë rast. Në rastet konkrete, na këtë fenomen e hosëm jo vetëm ndaj këtij komuniteti caktuar, por edhe brenda llojit të njëjtë. Na e kena përjetuar në institucionet ku na kanë të kaluar që një grup më i fortë e ka ngusur një person që është pak më Po cilat janë hapat ligjore? Në këtë rast, prokurori i shtetit duhet të zhvillojë hetimet nëse personi i cili ka kryer këtë lloj vepre penale se mandej kena të bëjë me vepre penale të nxitjes urrejtjes apo elemente të tjera të cilat i ka parapoh prokurori kujdestar që i ka po këto elemente. Në rast se kemi të bëjmë me një kryerës të kësaj vepre penale që është më shumë se 14 vjet e tutje kryerësi po flasim, atëherë të zhvillohen procedura penale lidhur me veprat penale që kanë determinuar veprimet e tij dhe cilësimin juridik që e ka bërë vetë prokurori. Nëse kemi të bëjmë me një fëmijë në moshën 14 vjeçare, ai nuk është penalisht përgjegjës për veprimin e tij dhe për atë çka thotë, pra nuk mund të dënohet sipas kodit penal të Republikës së Kosovës. Po sikur personi të ishte mbi 14 vjet deri në 18 vjet, do të zhvillohen procedura ku departamenti për të mitur do zhvilloj procedura penale për shqiptimin në ndonjë mosë të caktuar për personin i cili ka kryer këtë vepër penale. Në raste të caktuara, varësisht prej asoj se çka është përcaktuar veprimin, cilën dispozit ligjore ose cilën vepër penale ka konsumu, atëherë të zhvillohet procedura në gjykat lidhur me propozimin që mund ta bëjë prokurori për me shqiptuar një mosë e që kodi i drejtësisë për të mitur ka parapo disa mosa të cilat mund t'ju përcaktuan përkatësisht mund t'ju shqiptuan personave të mitur prej moshës 14 deri në 18 vjeç, që janë ato mosa kujdesisht duar nga prindi, kujdesisht monitorimi e entit për punë sociale apo mosat e tjera të përcaktuara në bazë të këtij kodi. Mirë po procedura për me zhvillu një procedurë të tilla edhe në rastet kur kemi të mitur, ka përcaktuar kodi i procedurës penale, që procedura është tujse e njëjtë me ato madhor, por vetëm disa elemente përkatësisht drejtimi me anë të së cilit trajtohet i mituri dhe mosat përkatësisht dënimet që mund të u jepen të miturve. Në rastin konkret, varësisht prej dëmit të shkaktuar dhe pasojës cilën e ka përjetuar vetë viktima në këtë rast, mund të jepet ose të përcaktohet ose të propozohet nga prokurori një mosë që është heqje lirisë ose dënim me burgim, që mandej gjykata e vlerëson dhe vendos lidhur me provat e administruara dhe propozuara në gjykatë. Si mund të mbrohet ndoshta në këtë rast djaloshi dhe familja e tij? A ka një ligj specifik për shembull në Kosovë i cili pikërisht kur e kemi këtë rast, sepse ndoshta nesër mas nesër mundet me dalë, sepse ajo është vetëm 14-15 vjeçar. A e mbrojnë institucionet e shtetit pikërisht këtë 14 vjeçar i cili i takon një komuniteti tjetër që mos përsëritet ndoshta e njëjta ngjarje?
Në parim është zërë e kontrolume edhe menagjume si fenomen. Kretë viktimat cilat janë jo vetëm viktime bullizmit ose veprave të caktume penale që janë bënë në drejtim të tyre, është bukur zërë për me i mojt në kontrol. Mirë po, ato në rastet të caktume kur përsëritet një veprim i tillë, ata mund të drejtohen përsëri organeve gjyqëse për me zhvillu procedurën kundrejt personit i cili ka kryer veprën penale përkatësisht vepra të përcaktuara me Kodin Penal të Republikës Kosovës. Të njëjtë ju japet të drejta lidhur me kompenzimin e dëmit jo material, ku i njëjti prindje kujdestari i tij, përfaqësuesi ligjor i tij mund të zhvillojë procedurën civile lidhur me kompenzimin e dëmit material dhe jo material në emër të fiksimit, shqetësimit dhe në emër të asoj se çka ka përjetuar i njëjti përmes kryerjes së asaj vepre penale. Kjo i drejtohet gjykatës kompetente ku është kry veprimi edhe të zhvillohet procedura lidhur me kompenzimin e dëmit material dhe jo material lidhur me pasojën që e ka përjetuar i njëjti. Mirë, po si më thonë, kemi një institucion gardian që t'i ruajmë këto viktima, është bukur vështirë e menaxhueshme për arsye se kemi një numër të madh të viktimave në terren, mirë po bëhet përpjekje po bëhet përpjekje që të parandalohen disa nga veprime, është bën një hap lidhur me rastet e dhunës familje, po sa është i suksesshëm, hala është zërë me thonë, është fjolla për shiritat monitorues të personave të cilët kanë kryer vepër penale kundrejt njëri tjetrit në raporte familjare, mirë po kërkohet shumë punë në këtë rast. Përkundër rasteve që po i kena tepër shpeshta të bullizimit, përkatësisht edhe vepra penale tek të miturit që vjen ndoshta si rezultat i bullizimit, mandej edhe vepra penale është, si më thonë, një vije e hollë që i ndon këto veprime. Ministria e Drejtësisë deri më tani nuk ka përpiluar asnjë strategji lidhur me hartimin e një propozimi të caktuar për një ligj të ri, për një strategji të re apo diçka e ngjashme. Ministria kishte më qenë udhës duke gjithë këto raste që po ndodhin në terren të draftoj përkatësisht të përpilojë një strategji konkrete lidhur me hapat të cilat duhet i marrë që të parandalej këto fenomene, veçanti tek të miturit, duke bashkëpunuar me Ministrinë e Linjës, me Ministrinë e Shëndetësisë, me Ministrinë e Arsimit, që të krijohen grupe punuese që të nxjerrin më të mirat që të parandalohet ky lloj fenomenet që nuk është vetëm në Kosovë, kjo trajtohet ose ky fenomen ndodh nëpër shtetet shumë të zhvilluara se na, Britani, në Angli, Britani, Amerike, gjithku, Skandinavi dhe gjithku tjetër. Mirë po, është e rëndësishme që të bëhen hapa konkret për parandalimin, përkatësisht zvoglimin e këtij fenomeni, po jo ndoshta edhe çrënjosen se është shumë problematike. Po, ndoshta hapa sa hapi, po, sepse po kaloj, po pyes kështu, edhe për shkak të kurreshtjes, po edhe për shkak ndoshta edhe të shumë pyetjeve që janë bërë edhe së fundmi, njëra prej tyre ishte edhe tek Federata e Futbollit të Kosovës, këtë rast edhe tek institucionet. A duhet ketë ligj që siguron në një mënyrë apo tjetër edhe kur je duke luajtur në këtë rast në fush? A ekziston një ligj i tillë? Parem, lëndimi rëndërpor konsiderohet vepër penale, po jo edhe jo në rastet kur bëhet gabimisht, pa dashje, pa qëllim. Për me u përmbush një elementet e një vepres penale, do të me kom përcaktueshmëria e vepres penale në kod penal, dashja, që ke dash me kry veprën penale, lidhjen kauzale dhe pasoja e shkaktume. Në rastin konkret nuk kena të bëjmë me një dashje, është vetëm veprim që përjashton dashjen elementin e dashjes, edhe kodi ka përcaktuar të lëndimi i lehtë apo i rëndërpor duhet domosdo të jetë dashja përkatësisht veprimi që të dëshiron personi që kryen atë veprim të dëshiroj shkaktimin e asaj pasojës. Kjo mund të ndodhë mbrana fushës, personat ku dëshirojnë të shkaktojnë tjetrit një dëm të shkaktuar, mirë po prokurori e vlerëson atë dhe procedua tutje, po jo edhe mbrana lojës se kemi raste që lëndimet psojnë një numër i madh i personave që mund të jenë pjesë e lojës. Po, përmendet ndoshta në fillim që faktikisht edhe ka raste që ju shqyrtani, a janë shpeshtuar pak më shumë, sidomos tek të miturit dhe sa po janë të interesuar edhe prindrit që t'i çojnë deri në fund këto raste? Ndoshta mund të shmecik edhe ndonjë rast, sepse përmendet një rast që ke specifik dhe nga përvoja juaj personale. Na në zyret tonë trajtojmë rastet
të ndryshme, po edhe raste me të mitur. Prindrit nuk hezitojnë që të zhvillojnë procedura kur shkaktimi i pasojës ka rrit një volum pak më të lartë, po jo edhe kur jena me një nivel më të ulët. Prindi nuk zhvillon procedurën ose nuk konsultohet me avokatin në rast se kemi të bëjmë me veprime të shpifjes, ofendimit apo fyrjes. Si rezultat që për këto raste do të zhvillohet procedura civile. Procedura civile në Kosovë sosin bukur shumë, ka një kosto ekonomike e kështu me radhë. Ato stopojnë për me vepru këto, për me bot disa veprime ligjore lidhur me këtë fenomen sa i përket këtij lloti përkatësisht këtyre veprimeve të caktuara që janë në drejtim të viktimës që është objekt i fyrjes, ofendimit e kështu me radhë. Ndërsa në rastet kur që ky lloj bullizimit ngre një intensitet ku përveç sharjes, ofendimit dhe fyrjes kalon edhe te kanosja, ngacmimi seksual, sulmi seksual, deri tek shtytja për vrasje apo diçka ngjashme, këto mandej rregullohen edhe me ligje tjera që i rregullon Kodi Penal i Republikës së Kosovës, edhe në këtë rast prindi nuk priton që në raste të caktuara që me zhvillu procedurën penale kundrejt personave që kryejnë këtë vepër penale. Po në këto raste, në tipin akuzator që është i ndërtuar sistemi drejtësisë tona, nuk është përgjegjës prindit të veproj. Se në këto raste mandej duhet të veproj vetë institucioni, prokurori duhet të ndërmarrë veprime që të bëjë akt akuzën lidhur me gjithë personat të cilët bëjnë veprime e këto veprime janë të përcaktuara si vepra penale sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Pra, në rastet kur veprimet të caktuara konsiderohen si vepra penale ose kanë konsumuar elementet e veprës penale, atëherë prokurori në mënyrë ex officio duhet të veprojë policia kështu me radhë. Unë inkurajoj prindet që përveç procedurës penale që ndonjëherë edhe është domosdoshmërisht që duhet me procedurë tutje, të zhvillojnë edhe procedurën civile lidhur me kompenzimin e danit material, mos ndihen keq për me kërkuar atë dëm se nuk është turp, duhet të procedohet lidhur me gjitha veprimet ligjore që ligji i ka jap në diskrecion qytetarit për me pas në dorë për me zhvillu procedura për me kërku të drejtën e tyre. Të procedurat penale ka raste të caktuara kur prindi heziton si rezultat e një zotje të procedurës apo elementet të caktuara. Është pikërisht këto procese që janë paksa të lodhshme, po themi edhe është pikërisht kjo një ndër arsyet apo faktorët që i bën ata të neglizhojnë komuniteti ose rreti ku jeton ndikon. Varësisht prej veprës penale të cilën e ka përjetuar fëmia i tyre ndikon. Se ndryshe është një vepër penale e sulmit, ndryshe ngacmimi seksual. Në rast e tena pritojnë që prindi për me që vajzën e vetë për me raportu një rast të sulmit apo ngacmimit seksual. Është halon një barierë që prindi e ka si të lashe. Mandej janë disa vepra tjera të cilat në mënyrë selektive disa pritojnë për me zhvillu procedurat, disa nuk pritojnë. Po, një rol pasiv këto e lunë edhe vetë prindi. Kemë pasë raste për praktikës kur në procedura, kodi procedurës penale ka përcaktuar që në momentin kur viktima apo kryerësi i veprës penale janë persona të mitur prej 14 deri në moshën 18 vjeçare, është e detyruar që përveç avokatit dhe prindit të jetë edhe një punonjës nga zyra për punë sociale. Kemi pas një rast qyteti mos ta përmendem për arsye konfidencialiteti, po gjatë pak para intervistës zyrtari për punë sociale si me thonë e këshillon të miturin ose të mituren mos të japëm gjinin që mos të bëj këto veprime janë të shëmtuar me kështu me radhë, prindi kthehet me një lloj agresiviteti duke i thonë unë e di se si rriti fëmin tim. Në raste të caktuara edhe prindrit bojnë veprime penale kundrejt fëmijës vet. Ai përkundër që është fëmijë jote, ti nuk je pronari i tij. Do të thonë ai e ka këshilluar në këtë rast të mitur, ndërsa prindi ju ka kundërvyer, a? Kundërvej se unë e di se si me thonë fjalët që ja tha të mira, konsiderojmë se ishin ashtu, edhe qëllimi ishte ashtu, sot unë e di se si rriti fëmin tim. Prindi nuk duhet me harru, që ai përveç që është prind, është kujdestar, ai nuk ka pronari i fëmijës, ai nuk ka të drejtë të bëj çka doj me fëmin e tij, ai ka të ndaluar të bëj veprën penale kundrejt fëmijës së tij, ai përkundër asoj që ka përgjegjësi ligjore për me u kujdes për ta, ai nuk mund të bëjë gjithçka me fëmijën e tij, se ligji ka përcaktuar
të drejtat dhe detyrimet në raport mes prindit dhe fëmijës dhe anasjelltas. Pra, gjitha këto fenomene duhet me pas kujdes, duhet me lujt një rol aktiv në gjithë personat e cilët janë, si me thonë, i prekin këto lloj të kategorive, por duhet me pas edhe institucione që e trajtojnë këto fenomene, e jo vetëm të raportohen dhe të mos merren një epilog të nevojshëm ose meritor rastet të caktuara kur vepra penale mund kryhet edhe kundrejt fëmijës së tij e limo persona të tjerë. Po, çfarë ndodh zakonisht me këto raste që lihen në gjysmë, për shembull e përmendet një rast edhe të prindit që ka hezituar ndoshta me çu deri në fund, çka faktikisht ndodh me raste të tilla? Në rastet penale, edhe pse prindi heziton dhe për këtë informacion është në dieni prokurorit dhe policia, edhe përkundër vullnetit të prindit, atë procedura e detyron që me zhvillu këtë procedurë, e obligon prindin që me konë afër fëmijës së tij dhe me u përgjigj thirrjeve të prokurorit dhe gjykatës. Në rastet të caktuara kur s'kena të bëjmë me vepër penale, jetë në diskrecion të prindit apo don me zhvillu një procedurë civile lidhur me kompenzimin e danit material dhe jo material përmes procedurës gjyqësore, apo në ujdis jashtëgjyqësore lidhur me personat ose familjarët të cilët kanë shkaktu damin dhe viktimës. Po, përmendëm edhe një fenomen faktikisht, mirë po që është dhuna në shkolla, mirë po faktikisht ne ndoshta nuk jemi edhe shumë të informuar sa i përket edhe kësaj që biseduam gjatë gjithë kësaj kohe që është ligji për bullizimin këtë rast. Sa mendoni që janë të informuar, qoftë edhe qytetarët, qoftë se edhe ata kanë të drejtë edhe të denoncojnë, edhe të bëjnë denoncime të tilla, edhe ndoshta sa po bëjnë edhe institucionet e vendit për të informuar edhe qytetarët, sepse edhe ata kanë të drejta dhe munden faktikisht të drejtohen edhe organeve përkatëse në këtë rast. Një numër i personave të cilët janë sot në për institucione shkollore, fillore, mesme e kështu me radhë, kanë një informacion bazik lidhur me disa veprime, po jo edhe të mjaftueshëm. Ky mos informim i mjaftueshëm kur e shton edhe neglizhencën e gjykatës edhe organeve tjera përgjegjëse, mandej, si me thonë, e ul nivelin e dëshirës për me zhvillu një procedurë gjyqësore. Mandej, ky narracioni që me shku me lajmu polici për një vepër penale, cilën jo është bë në drejtim të mirës së tij materiale, trupit, integriteti personal, apo diçka e ngjashme, në komunitetet të caktuara konsiderohet edhe si dobësi. Si me thonë, duhet të punohet shumë, duhet krijohen strategji të mira që personat të cilët janë viktime e dhunës, qoftë në shkolla, qoftë dhuna familje, është të bënë një kampanë shumë e madhe lidhur me fenomenin e dhunës familje, edhe aina të arrit për me nxjerrë një rezultat mirë ajo. Lemo të veprat, lemo të bullizimin dhe këto fenomene tjera, apo veprat penale të këtë miturit që nuk ka një lloj trajtimi ose një lloj pompoziteti lidhur me veprimet të caktuara. Na sot po hasim shumë shpesh që kryes të vepra penale po janë edhe të miturit, viktima të vepra penale po janë të miturit dhe duhet të ndërtohet një strategji, është konsideroje natyrës urgjente që të trajtohen të gjithë personat të cilët janë të mitur përkatësisht edhe në 14 vjeç, që të zhvillohen procedura përkatësisht të kenë guximin edhe ta njoftojnë prindin e vet, kujdestarin apo kështu me radhë për veprimin, bullizimin dhe veprimet të caktuara të cilat janë në drejtim të tij, përkatësisht po dëmtojnë integritetin, personalitetin apo të mirat e tij materiale ose jo materiale dhe trupore. Deri pak para disa javësh ndoshta e patëm edhe një rast tjetër ku një 17 vjeçar pikërisht ishte i përfshirë në atë sulme ndaj rreshterit policor. Kështu që ishte i mitur, 17 vjetë kur e ka kry aktin. Çfarë do të thotë kjo për neve si shoqëri? Kjo do të thotë që e thashtë edhe më lartë. Institucionet e vendit nuk po trajtojnë seriozisht veprat penale që po kryen edhe në drejtim të miturve, po edhe nga të miturit. Mandej, sikur të ishte ndërtu një narracion ose një pompozitet më i madh tek këto kategori, unë besoj që do e zvogëlonte përkatësisht me një numër ose një përqindje kaq të madhe që personat e cilat janë të mitur 14 deri në 18 vjeç që mos të ndërmarrin veprime të caktuara që mund të nxjerr para kundërshtimit të ligjit ose veprave penale të caktuara.
një strategji, një hartimi ligjit, një veprimit caktuar do të mund të ndihmonte pozitivisht në terren, me punu shumë me institucionet varëse, me punu shumë me zyren për punë sociale, me punu shumë me zyrtarët për ndihmë juridike falas, me punu shumë me zyren për mbrojtje të viktimave që janë në kuadër të prokurive themelore në tërë Kosovën, se këto janë, si me thonë, gardian përkatësisht personat të cilët është komunikimi i parë mes viktimës dhe personit që bartë integritet shtetëror përkatësisht institucionit. Nëse një zyrtar të QPS-s, nëse një zyrtar për mbrojtje nga dhuna të viktimës, atëherë ka një përgatitje, ka një respekt, ka një pagë dinitoze, ai mund të jap edhe më të mirën lidhur me zgjidhjen e atij problemi. Nëse na nuk i trajtojmë pedagogën e shkollës, zyrtarët për punë sociale e këtë zinxhirin e kena lënë në rrije, atëherë normal që edhe kena me pas probleme në terren, po edhe nëse ligjin kena me nxjerr të mirë, prap terreni ku më ka problem, nëse personat të cilët janë përgjegjës për me respektu përkatësisht për me nxjerr më të mirën prej shoqërisë, nuk janë të respektuar nga institucionet, normal që kena pas probleme edhe me zbatimin e tina. Po, zoti Fitim, po falenderoj shumë se jemi edhe drejt minutave të fundit, ndoshta edhe ndonjë sugjerim apo mesazh qoftë edhe për prindrit në këtë rast, sepse ndoshta janë ata dhe kjo ura lidhse edhe mes juve si avokat edhe mes fëmijët në këtë rast që është i dëmtuar. Ose mesazhen dhamë gjatë gjithë intervistës. U munum për me jap disa elemente përkatësisht që njerëzit me pas pak qartë edhe çka kanë të drejtë edhe çka s'kanë të drejtë me vepru. Unë inkurajoj prindërit të cilët vren ndryshimet e fëmijët e tyre që të zhvillojnë procedura konkrete lidhur me trajtimin e atij ndryshimi, nëse ato janë viktima të bullizimit, të drejtohen te psikologu, nëse ato janë viktimë të ndonjë veprimi përkatësisht që përbën elementet e veprës penale, të shkojnë te policia, që të ndërmarrin të gjitha hapat e nevojshëm që fëmia e tyre të mos jetë në vazhdimsi viktimë e këtyre fenomeneve që i kemi sot në shoqëri. Patyshim edhe përvoja ndoshta shumë vjeçare, edhe puna drejt për drejt, edhe me prindrit, edhe me fëmijët, ju ka bërë edhe të besueshëm, po desha me pyet sa janë të mirëkuptueshëm, ndoshta edhe bashkëpunues prindrit në vendin tonë, kur është fjala për me mbrojtë të drejtat e fëmijëve të tyre në këtë rast. Si me thonë, është një pyetje pa një përgjigje, pa një definicion konkret, varësisht prej plot elementeve që mos të përmendim kështu se mos me undi dikush i përjashtuar prej atyre, po ka prind shumë bashkëpunues, ka prind tepër të mirë që e don më të mirën për fëmijën e vet. Ka prind hala që priton me dorë prej atij komoditetit dhe asaj barriere që hajt mos shkojnë polici, hajt mos shkojnë në prokurori, mos shkojnë gjykatë, edhe mandej këta janë fëmijë e kalojnë, po që këta janë fëmijë e kalojnë, po kemi raste që po na eskalon edhe po kena pasoja bukur tronda. Faleminderit shumë zoti Fitim për krejt kohën edhe për krejt mesazhet që ndajtë sot edhe me neve dhe me shikuesit tanë, po të falenderoj shumë edhe një herë për kohën edhe po shpresoj që kemi u taku edhe herave të tjera për të diskutuar edhe tema po kaq të rëndësishme sa ishte kjo e sotshmja. Faleminderit për ju e faleminderit për ftesën. Shikues të dashur, faleminderit edhe juve që ishit deri në këtë kohë me neve, po shpresoj që dhe ju na keni dëgjuar me vëmendje, sidomos avokatin Fitim Klinaku, me cilin trajtuam edhe disa tema, por asnjëherë pa i lënë anash edhe këto aktuale që po ndodhin fatkeqësisht ditëve të fundit. Faleminderit që jeni me neve. Mirëmbëjtje.